Ky është e qëndrimi le themi publik I zonjës Balluku, tashmë një pandehur në hetim nga prokuroria e posaçme SPAK për veprat penale të cilat lidhen me shkeljen e barazisë në tendra, por megjithatë SPAK duket se ka dhe hetim tjetër për sa I përket hetimit në total ndaj zonjës Balluku, I cili lidhet sigurisht edhe me çështjen e pasurisë, por kjo do duhet parë të paktën kryeprokurori SPAK, Klodian Brau në seancën që u zhvillua në Këshillin e Imuniteteve dhe Mandateve pretendoi që provat ndaj Ballukut, le themi ose dokumentacioni I cili ndodhet në këtë le themi çështje shkon deri në 2 apo 3 fugona me prova. Megjithatë, Karanja, çfarë kuptove në deklaratat e zonjës Balluku dhe në të vërtetë a ka mbajtur këtë qëndrim zonja Balluku që nuk e ka synuar prokurorinë në daljet e saj publike apo tjetër gjë luhet, le themi underground anë ndër? Ky fjalim I Ballukut e dëgjova me shumë vëmendje dhe më duk sikur mori kthesën. Pra kishim I kthes. Në ndryshim me gjërat që kanë ndodhur më parë. Pse? Reflektim po thua. Një reflektim, një kthes, një U-turn po të kemi parasysh. U-turn, po një kthimuje. Fillimisht u morë pandehur. Po. Atëherë duhet të thonë të fjalim. Thoshte të fjalim. Reforma drejtësi ka funksionuar. Jemi krenar për të ecim. Jemi krenar që reforma po ecën dhe po bën frytet e saj dhe unë po jap dorëheqje. Pse se boni me datë 31/10/2000? Pra po thua që ti beson te kësaj drejtësie që në fillim. Po që ti beson, nga erdhi ky besim tani? Çfarë ndodhi? Kjo është pyetje, çfarë ndodhi? Nga erdhi ky besim, kur shkoi, kush ja dha besimin që ja ku e ke? Tash je e sigurt. Fillimisht ishte e pasigurt, tani të erdhi e dhëna që je rregull. Pra që këtu ka një luhatje, ka një mos përputhje me atë që ishte në fillim. Se nëse ti ka qenë drejtësia në rregull, ti pse që në fillim jepshe dorëheqjen? Po më thua që pak a shumë ky reflektim I zonjës Balluku vjen le të themi shumë tepër frikë që Balluku po ka ndaj këtij sistemi drejtësie apo po jep të tjera mesazhe që bëni kujdes me mua, se kjo do duhet parë. Unë shoh një ndryshim 100%. O është në rregull ose është në rregull. Dhe dyta ti lavdrosh që shqyqy që erdhi kjo ditë që merre me pandehur, domethënë që funksionon, atëherë nga rrjedh kjo më. Unë se kuptoj këtë. Të gëzosh që je e pandehur. Hajde megjithatë, po e marrim të mirëqen që shteti po funksionoi, SPAK-u të bëj detyrën e tij. Kemi një kthes shumë fort, pra është bërë kthesa që tash punët janë mirë. Megjithatë, SPAK-u ka bërë një kërkesë për heqjen e imunitetit dhe më saktë kërkon arrestimin e saj. Arrest në shtëpi ose arrest në burg. Tani është një çështje e hapur. SPAK-u thotë që provat rrezikohen, duke paraqitur dhe domethënë rrezikohet marrja e provës, duke paraqitur sepse për të provuar marrjen e provës, ti duhet paraqitësh dhe provën vet. Pra ka paraqit provën që vërtetohet marrja e provës. SPAK-u aty thot SPAK-u. Përfaqësuesi Klodian Brau dhe Dritan Prençi, dy prokurorët, thonë që ka dyshime që janë dëmtuar provat faktike. Atëherë, kur dëmtohet, do ta kemi nga fotot e herës kaluar e gjë, do të jetë një nga ato foto diku në mes, nëse mund ta gjesh në ndonjë moment. Atëherë, gjësa ka thonë një prokuror që referon prova. Kjo është diçka, domethënë është fiks rastin e 228. Janë dëmtuar. Një nga kushtet përcaktohet masa sigurimit është kur dëmtohet marrja e provës. Kur ka rrezikike ose për shkak të veprës, pra për shkak të personalitetit personit rrezikon të kryes vepër penale. Këto janë rastet e rëndimit të pozitës. Pra të rëndohet pozita si person në hetim ose si I pandehur. Akuzohesh për 2 raste, të janë shtuar 7 raste. Pra ne dalim në fillim, tash ti do shtuar 7 raste nga marrja e pandehur dhe tash je lumtur që po funksionon SPAK. Edhe prokurorët kështu argumentonin Karanja tek Këshilli I Imuniteteve, kështu e kanë argumentuar, domethënë kalimin nga pezullimi, sepse thoshin na bënin ndarjen e provë, pezullimi s'ka lidhje me këtë çfarë po kërkojmë ne. Neve gjatë rrugës na urënduan pozitat e zonjës Balluku dhe kërkuan arrestimin. Ktu është. Sot që flas këto duke pasur parasysh bisedën që përmendi kolegu, e cila është një rast dhe një dhënë konkrete, krijon një lloj dyshimi se ekziston rreziku që të jenë dëmtuar provat, që të jenë dëmtuar. Kishte çfarë thotë Klodian Brau. Të është qartë, prokurori është shpreh qartë, ne kemi prova që është dëmtuar prova. Kemi dhëna që është dëmtuar prova, sepse dhëna jemi në fazë hetimit paraprak.
është si punë e vrasë që kemi dyshimin se mund të jetë aty, pra kemi dyshim se fajësia me prova plota është në përfundim të hetimit. Dhe ose më saktë është në gjykatë që i merr gjykata provat. Tani provat që janë marrë diskutohet, por që është dëmtuar, që ka indicie ose të dhënë që është dëmtuar, janë biseda telefonike të një zyrtari të Ministrisë së Transporteve, që thotë janë ofruar, më kanë ardhur forte që foli dhe prokurori. Pra, ekziston dyshimi që prova të rrezikohen. Po. Çfarë dyshimi ka ky rast nga Erion Velia që ka majt Spaku? Ka ndryshime këto, se po flasim për dy zyrtarë shumë të lartë, ose dy njerëz nga më të afërt që ka pasur kryeministri. Po ti revizosh shifrën ose shkaqet, hetimet, këtu je për veshmbathje të rasti, për blerje. Janë 1 milion euro. Janë 1 milion euro veshmbathje, se kanë pasur çmim të lartë, duke i llogaritur dhe me shvesimin e euro, me pound, janë blerë, kishte edhe blerje me pound, 260 pound. Por në raport me shpërdorimet tu janë më lartë. Çfarë ndryshimi ka? Asnjë ndryshim. Pra dëshmitarën e ketë të provuar që po cënohet në vullnetin e tij të lirë. Ndryshoi thënet. Pse ti ndryshosh thënet? Qoftë mbi bashki pandehur në të njëjtën çështje penale, qoftë dëshmitar ose çdo provë tjetër, nuk ke pse ta deformosh. Kjo Spaku e ka paraqitur si provë, që shikon a ka ky rrezik. Tani, nëse kena pa dosjen fizike, çfarë kemi dëgjuar që ka? Madje ka shumë. Flas jo lidhen me provat, por dhe me persona tjerë, qoftë brenda PD-s, qoftë brenda PS-s që i prishet Terezia që ka prova. Ato dyja palat. Ato që këni bërtasin kotës pa lidhe dhe kanë përfituar. Që dosje e vështirë duket kjo Karança. Është dosje e vështirë për politikën. Dosje e vështirë është çik, por mendimi im është që kualifikimi ligjor nuk është ky. Dy momente kam unë, kur zonja Balluku thot në deklaratën e saj, që flet për t'i besuar kësaj drejtësie, pse kërkohen të ndryshohen ligjet tashmë, në 242, dhe kur flitet për t'i besuar kësaj drejtësie dhe për ta lënë deri në fund, përse deri spak dhe thot që janë bërë presione ndaj dëshmitarëve? Tani çfarë duhet besojmë në këtë histori? Cila është e vërteta e kësaj historie? Si qëndron politika në raport me organin e akuzës? Këtu thash dhe mu duk si çudi, domethënë se apo retorik politike? Është retorik politike, ta lavdrosh edhe drejtësinë, domethënë që aty, pra deri dje këto domethënë kanë marrë kompetencën e kryeministit, deri dje. I ditë bukur, jo se kanë marrë kompetencën dhe edhe të procedojnë. Pra më duket si e domethënë thjesht një retorik politike, por që nuk i korrespondon realitetit. Për mendimin tim nuk i korrespondon realitetit. Duke pas në konsiderat debatet politike më pashme, shkuarja në gjykatë kushtetuese, se si shkuar në gjykatë kushtetuese fare. A është në rregull? Ika pa. A nuk ka nevojë, edhe s'do kishte as pezullim fare. S'do ishte bo ky debati në 242, po t'ishte kjo deklarat kishte ndodhur që në fillimin e marrjes pasionore pandehur. Që në tetor kishte ndodhur. Se u morë pandehur me datë 25 të paraqitur, u shtyp në datë 31 dhe erdhi këto. Kështu që për mua është deklarat politike. E qartë. Therr në vetvete një person që merret i pandehur nuk është i gëzuar pse u mor. Ndihet i lumtur që të bëjë drejtësia punën e vet. Tash kur ti e ke kontestuar që e ka këtë kompetencë se ka, është tepruar, dolën dhëna personale. Këtu të dalit të dhënave personale, unë jam dakord me zonjën Balluku, që janë gjërat personale, qoftë rasti Velia, qoftë rasti i Ballukut, nuk duhet të rrjedhin media. I referoj dhe vendimin gjykatës kushtetuese që ashtu më pas, çdo person ka të drejtën për jetën e tij private. Jeta private që s'ka lidhje me çështjen që bëhen objekt diskutimesh, nuk duhet të rrjedhin media. Kjo është një shkelje e rëndë e ligjit dhe e kushtetutës dhe fyen dinjitetin personal. Çdo kush duhet marrë përgjegjësi për shkeljen e ligjit, për shkeljen e tendrave, për shpërdorimet, vjedhet ose çfarë mund të kesh, barazin tendra çfarë vepre ke. Kurse për sa i përket jetës private, jeta private është e shenjtë. Pra, to nuk duhet të rrjedhin media. Janë debate që diskutohen, jo shkruajti një gazetë austriake, për një video të pretenduar, le të themi, të zonjës Balluku. Gazeta austriake ato të shohin punët e vetat, mos domethënë një video që nuk ka lidhje me ndjekjen penale dhe flet për jetën private të personit, nuk duhet të përfshihet në dosje.
E para dhe dyta kemi vendimin e gjykatës kushtetuese, që është një rast tjetër që akti ekspertimit i telefonit kishte zero dhëna, madje me vendimin e gjykatës kushtetuese ato duhet fshihen fare. S'duhet kesh edhe në flash driver, do t'i heqësh gjithë ato që kanë lidhje dhe do referosh, për shembull, po e marr teorikisht, ke bërë një komunikim me një bashkëpunëtor të veprës penale, vetëm kjo duhet referohet. Kurse pjesa e jetës private, qoftë rasti zotit Velie për punë jot, dilte shoferi atë, nuk është etike e para dhe profesionale, por edhe ligjore. Çdo kush, çdo person e ke me kushtetut ka të drejtën e jetës private. Ka provokuar spakun me këtë historitë? Ka provokuar pak? Ndoshta edhe me pjesë bisedash le themi që janë futur si çështje, po themi përgjime në thonjza aty? Mendoj që duhet bërë një ndryshim kod në procedurës penale, që vendimi i gjykatës t'i jepet i zbardhur vetëm personave të cilët kanë lidhje me çështjen. Ç'kuptojmë? Pra, t'i jepet palëve të procedimit penal, subjekteve të procedimit penal. Avokat, i pandehur, gjyqtar dhe prokuror. Atyre ju jepet. Por ka i problem. Rrjedh nga diku. Jo, ku është problemi? Masat e sigurimit shkojnë për zbatim. Shkojnë polici, pra kalon protokollin e prokurorisë, shkon për zbatim polici, shkon në përvendën e gjykatës. Gjithë dosja aty e masës sigurimit, vendimi i gjykatës që ka dhe këto përgjime shkon aty. Dhe ti si gazetar, se ti ke drejt, del aty thotë. Ç'është kjo thotë? Ç'do këtu? Doli lajmi. Doli lajmi dhe iku. Prandaj vendimi i gjykatës duhet shkojë për zbatim vetëm shkurtimi i vendimit me gjanitetet, arrestimin e filanet, pjesa arsyetuese publiku nuk ka pse ta di, sepse gjithë to rrjedhin nga pjesa arsyetuese. Dhe duhet bëj një ndryshim, që ai që është i zoti punës ta di se çka kanë. Nga çështja Balluku ka rrjedhur zero, ka rrjedhur domethënë nga vendimi i masës sigurimit për shtetas me inicialet MK, ka mbështetjen, po nga çështja Balluku është mbajtur në mënyrë hermetike të frikshme gjëja. Po këtu pra po do dali dha ajo. Këtu është problemi, që masa e sigurimit jetë e shkurtër. Ajo që shkon për zbatim, pra vetëm dispozitivi dali, ajo brendia, madje dhe kur të bëhet çështja publike, dhëna private, që të cënon dhe individ tjerë që s'kan lidhje, janë familjarë. Ç'a duhet me ditë se ç'a kanë jeta private. A thu se këto tjerët janë më të pastër. Pra këta janë më të pastër këta tjerë dhe e gjetën këtu. Këta kanë video për vete gjithë. Po jemi apo, tash. E kanë një video Karandxha. Po ta video e filmojnë vetëm dhe si ças po gjë. Por ideja është që s'duhet të kapemi këtu. Ne duhet të kapemi te ana procedurale e shkelja e ligjit. Është shkel tenderin filan vend. Man përgjithësi. Nëse video shërben si provë, atë është punë tjetër. Po tash gjithë njëri si u bë, çau u bë. Po ndoshta ndonjë video edhe kësaj natyre mund të provoj mënyrën se si është ndërtuar kriminale dhe korruptive. Nëse është provë, kjo është provë. Atëherë kjo është provë, duhet të lidhet me provë. Edhe në një video erotike mund të provosh bashkëpunimin, sepse ky person njihet me këtë, ka krijuar një intimitet, lidhje intime dhe në fund fare provon. Jo pra, kështu që është pak e vështirë, çështja private ndonjëherë edhe çështja publike. Çdo të thotë 2 deri në 3 fugona Karandxha me prova, me dokumentacion, cilët çdo të thotë 2 deri në 3 fugona. Ju keni qenë prokuror tani, ke 2 deri në 3 fugona po themi për mua. Ç'është kjo tani? Ka shumë janë aty dokumentacioni i marrë. Kur merren doset e një tendri, për shembull një kompani ka 5000 letra, 10000 letra. Kanë konkuruar 10 kompani, i bi 5000 herë, 10 i bi 50000. Këto janë me ardhizje futën dhe ecin. Mendimi im është që duhen marrë provat që kanë lidhje me çështën ose faktet. Për shembull, është paraqiti dokument falso, një diçka, pra mund paraqitet mund të jetë dosja pak më thelbet e gjërave. Thelbet e gjërave. E dyta, rasti arrestimit Madurës. Pra lvizi flota amerikane, arrestoi Madurën, kishte i mas sigurimi nga një gjykat amerikane, sa faqe ishte vendimi? 35 faqe. Pra u ngrit gjitha ajo flotë, shkon e arreston. Pa, ngrihet gjithë shteti. Tash këtu me 35 faqe në dorë thonë. 35 faqe, do u ngrit flota, gjithë ato shkon ato, bën operacionin. Këtu po shkojnë nga 200 faqe çështje kodi. Çfarë duhet? Pra duhet ndryshoj mentaliteti i gjyqtarëve. Ne nuk jemi këtu gjyqtarëve që ti tregojnë sa të zot janë, sa i njohin vendimet e Strasburgut. Vendimi i gjykatës duhet të jetë i qartë, të bëj analizën e provave, kaq. Pra 200-300 faqe shkon vendimi kod. Dhe provat që merr mush, ti mund mush 6 fugona, po sa më shumë shtohet dosje ti nuk gjen provën, zgjen faktin. Pra, se prandaj po i merr thua. Po prandaj po merr. Jo, fakti është brenda, po hajde që ku të gjejmë faktin se dhënat provat. Tash duhen parë gjitha.
Prandaj, duke marrë nga këto se ne po shkojmë në perëndim dhe po bëjmë metode që janë edhe në lindje. Po të vesh re dhe vendimet ose të studiosh vendimet e gjykatës lartë në kohës para viteve 90, janë të shkurta, të qarta dhe zgjidhin çështje drejt. Do të thonë, t'japin zgjidhje sa më shumë gjatë të jetë vendimi të shkruar gjerë te faqa 5, 10, 15 dhe do bukosësh. Por provat janë provat dhe duke qenë se kemi të bëjmë me tendrat, dalin te pyetja, tendrat kompanitë paraqesin provat dhe provat ata i kanë gati. Se fati, sepse për shembull sado skanimi 16.000 faqeve, kot ose 50.000 faqeve. O merr kohën e vet, nuk e di sa po ta vendos aty ke jo. Atë pyetja lind, nga janë marrë skanuar këto, janë marrë se edhe kompanitë kanë dorëzuar të skanuar. Qartë. I kanë mbledh gjithë skanët dhe kalo kështu. Atëherë te provat duhet të jetë për shembull për fuskët janë 5.000 faqe të skanuar. Po. Faqja numër kaq është problemi që ti të futesh ta gjesh. Ta gjesh direkt. Ta gjesh direkt, pra si punë një librarie ose që po që me orientimi ku filan autor dhe filan filan raft, sepse po të hysh rafte nuk e gjet dot, kurse duke parë treguesin shkon. Pra duhet të jetë diçka më praktike. Por unë shoh shqetësuese andi këto vendimet e gjata që dalin dhe bëhen komente për jetën private. Pra këto shumë gjata që dalin dhëna, dalin tjetër problem, ka qenë problem në disa raste. Vendimet e gjata duhet ndryshu, këtu duhet ishte bërë ndërhyrja pra legjislative tek dalja publike e vendimeve. Pra duhet bëjë ndërhyrje si dilet, si vetë policia, sepse një polici që i shkon për zbatimin mas sigurimi, ai ka pjesën e dispozitivit, se pike fundit të vendimit thotë urdhërohet policia gjyqësore dhe prokurori për zbatimin e këtij vendimi. Por prokurori ja kalon policisë, sepse s'mund shkoj prokurori vet, shkoj ta arrestoj vet. Shkoj prokurori si forcë speciale se e kapi personin në rrugë. Ai ja çon policisë, kështu që policia do vetëm dispozitivin, do vetëm bishtin, më sa. Fiks bishtin e gjithë historisë, po. Tjetër. Kjo është ka nevojë, që mos të rrjedhi gjëja. Mirë, praktika duhet të ndryshojë vendime sa më të shkurta të qarta që ta kuptojë edhe një qytetar. Ta kuptojë edhe një pensionist që lexon gazetën mes, që ta kuptojë se çka ka ndodhur. Se duke shkruajtur shumë pensionistit terma latine, terma nga më të ndryshmet që nuk i kuptojnë edhe vetë ato që e bëjnë. Ndoshta edhe një moment Ulsi Maja nuk e kuptoi se çfarë tha aty tek ajo. Tha një shprehje latinisht. Mendon se spaku në pak ditë ose në pak kohë, duke marrë parasysh atë se çfarë mund të ndodhi në kuvend që është probabilitet nëse e lëshon apo jo kuvendi imunitetin e Ballukut, do ketë gati një akuzë më të rëndë? Po heton çështjen e pasurisë së zonjës Ballukut, është fakt kjo tani, këtë e dim edhe vetë e kanë pranuar në Këshillin e Imunitetit dhe Mandateve, pra do të avancojnë, ajo që ti parashtrojnë gjithmonë ti japin drejtim punës? Tani vetë zonja Balluku sa që unë jam e hapur për drejtësi, kështu që i bi vetë ka pranuar që kaloj imunitetin. Apo ja tha vetë i kam hapur drejtësisë, dhe drejtësia kjo është ke bë kërkesë për arrest, prano si gjithë tjerët. Pra siç është bërë praktika për gjithë tjerët. Madje për këtu është bërë i përjashtim se ka kaluar masa në brenda 3 muajsh duhet të ishin shpreh. Pra është dhe një javë ka Karança. Sot është data 7, data 16. Me që ajo tha që jam dakord me drejtësinë, domethënë mendoj që do ta japin. Ajo vetë pranoi që pra domethënë Balluku po i hap rrugën arrestimit. Po ja vetë rrugën, tha unë do të arrestoj. Unë personalisht për vete, do të thonë mendimi im që e kam shprehur, unë jam kundra masave sigurimit ekstreme. Arrestit në burg. Pra mund të jetë masë më e butë se arresti në burg, arresti në shtëpi. Jo vetëm për rastin e zonjës Balluku, e cila ka dhe rrethana se është nën, domethënë ka fëmijë. Po është divorcuar dhe nën me fëmijë të mitur. Pra i ka kriteret. Po ajo po e kërkon vetë, domethënë nuk ka ndonjë problem, por unë them siç e ka ligji. Edhe të rastet tjera, edhe qytetarët shqiptarë sot kemi thënë dhe do ta rithemi gjithmonë andi, po kalme burgjeve. Jo vetëm për Ballukun, po dhe këdo. Duhet ndryshoj mentaliteti bolshevik. Se mentaliteti bolshevik vetëm burg ka. Trotski, vetëm burg. Po të kesh kone Vishinskit. Prandaj duhet ndryshoj mentaliteti që të jetojnë dhe qytetarët e Shqipërisë në gjendje të tillë. Dhe rasti konkret, mendimi personale që jam kundër masës ekstreme. Pra duke pasur parasysh në tërësi rrethanat e gjarit si e ka ligji. Me që kjo ka thënë vetë që jam në drejtësi,
ja kalon në diskrecion kuvendit, që do japi apo jo. Por kur thot vet, është si puna mbeti një të pandero që e pranon akuzën, thotë e pranon të sikur unë kam bërë. Unë kam bërë, dhe jam dakord me drejtësinë. Mendoj që ka hapur rrugën vet. E qartë. Faleminderit për këtë pjesë Karanja. Kemi edhe një pjesë të fundit që unë kam me shumë interes për këtë pjesën për ta trajtuar sepse dua të kuptoj diçka më thellë se çfarë ka ndodhur.